Lidhja sindikatave të Maqedonisë ka nisur vitin me të dhëna shqetësuese për qytetarët, nga ku theksojnë se shpenzimet e rriten me shpejtësi të dritës, ndërsa rrogat ecin me këmbë të breshkës. Nga LSM informojnë se shpenzimet minimale mujore për një familje 4 antarësh në muajin janar janë rritur me 66.413 denar, ndërsa krahasuar vetëm me një muaj më herët, gjithsesi dhjetorin, shpenzimet shënojnë rritje për 921 denar. Jo vetëm kaq, nëse një familje 4 antarësh jeton në një banesë me qira prej 60 metrash katror, shpenzimet minimale arrin në 81.788 denar. Nga shpenzimet totale minimale mujore, 24.211 denar janë të nevojshme për ushqim dhe pije, ndërsa për mbulimin e shpenzimeve minimale komunale nevojiten 6.338 denar. Për shkak të rritjes së kostos së jetesës, LSM kërkon vazhdimisht rritjen e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera, përçka në periudhën e ardhshme paralajmërojnë protesta.